E tani shikues të dashur, jemi rikthyer prapë në studio. Ferizaj po bëhet edhe këtë vit piktakimi i artistëve të karikaturës nga e gjithë bota. Festivali ndërkombëtar i karikaturës Ferizaj 2026 ka hapur konkursin për edicionin e 12, ku njëra nga temat kryesore i kushtohet legjendës së futbollit kosovar Fadil Vokri. Artistët kanë afat deri në datën 31 gusht për të dërguar punimet e tyre, ndërsa në shtator do të mbahet ekspozita dhe ndarja e çmimeve. Por për të na treguar më shumë rreth këtij edicioni, jemi edhe në studio e kemi organizatorin e festivalit, zotri Emri Muslio. Zotri Emri, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, tregona pak se Festivali Ndërkombëtar i Karikaturës 2026 tashmë ka hapur konkursin dhe jemi drejt fundit të konkursit. Tregona pak se çfarë sjell edicioni i 12. Festivali i karikaturës në Ferizaj veç e ka bën një traditë caktuar, edhe ajo po pasorohet dita ditës, edhe po krijon lidhje të reja. Me këto lidhje na po fitojmë edhe miq, jo veç shteteve përreth, po dhe nga gjithë kontinentet e botës, edhe shka është ajo më e mira, po krijohet një besim i ndërsjellë, mirë po për këtë besim duhet të punojmë edhe më shumë, se të krijohet besimi është lehtë, po që të vazhdohet, ajo rrugë është pak më vështirë, e që për neve është pak problem, po në bashkëpunim me njerëz të kulturës, me dashamirët e kulturës, na deri këtu po arrim që ta mbojmë festivalin, dhe qëllimi i festivalit nuk është vetëm argëtimi, po është edhe edukimi estetik i shoqërisë, është një dritare që përmes cilës na shohim botën, po edhe bota na sheh ne, bile ata artistë që vinë fizikisht këtu, çdo herë vinë me një farë dyshimi, mirë po kur shkojnë hekin dyshimet. Domethënë, janë të kënaqur me sigurinë, se jashtë mendojnë që Kosova është një vend i pasigurt, mirë po ata kur shkojnë me përshtypje këtë tjera, janë të kënaqur sepse njihen me njerëzit e Kosovës, njihen me natyrën e Kosovës, njihen edhe me trashëgiminë kulturore të Kosovës, sepse ne artistët musafirët që i kemi i çojmë në për vendet të ndryshme në për Kosovë, për shembull si pikë për me vizitu çdo herë është bifurkacioni në Rëdimës, që është një fenomen natyror shumë i rrallë, që në gjithë botën vetëm 2, që shumica nuk e dinë që ekziston. I dërgojmë në shpellën e Gadimës, edhe shpella është një shpellë prej shpellave të rralla, ndërsa pika e tretë ose Prizreni, Prishtina, vitin e kaluar kemi qenë Janjevë në vende ndryshme. Domthonë çdo herë kemi pikën e tretë e ndryshojmë. Ky festival është bërë i njohur që ka edhe karikaturistë nga e gjithë bota. Për tregona pak se deri më tani sa kanë aplikuar në këtë festival. Unë çdo ditë bëj nga një raport në ora 12:24:00, se nuk du me lënë që më mbet diçka onër, sepse shpesh herë në për festivalet ndryshme ndodhin gabime edhe ndodhin të na vretje shumë, edhe këto kur reklamohen këto vretje është minus i madh për shoqatën, edhe ne kësaj kushtojmë shumë rëndësi. Domethënë tabelën e bëj për çdo natë, edhe deri mbrëm në orën 24 kanë aplikuar gjithsej 280 artistë nga 55 vende, nga gjitha kontinentet, edhe kanë sjell 179 portrete të futbollistit Fadil Vokri, që ka të bëjë me temën e parë, domethënë tema e parë është portreti i futbollistit Fadil Vokri, ndërsa për temën e dytë, që është temë e lirë, i kanë sjell 904 karikatura, domethënë kjo është një numër deri mbrëm 1083, mirë po besoj që deri me datën 31 kanë më kalu 1300, për arsye se ditëve të fundit është një floks më i madh i aplikimit. Këtë vit e kam vrejtë që pjesëmarrja e femrave është pak më e vogël, sepse çdo herë është sjell përqindja rreth 20%, domethënë plus minus pak, ndërsa këtë vit deri më tani përqindja është 10.7,
e pjesëmarrës së femrave, se ka pak femra që mirën me karikaturë. I vetmi shtet që e ka përqindjen më të lartë të femrave është Irani, mirë po këtë vit për shkak të luftës kam menuar që ka me pas jashtëzakonisht pak karikatura për Iranit, por prap ata prinë me prurjet që i kanë sjellë në festivalin tonë, ndërsa pjesëmarrja e moshave dikon 89.3%. Këto janë dhëna preliminare. Mirë po besoj që pas datës 31 korrik do të japim shifrat e sakta, sepse ato dhe më thonë çdo herë i kam hazër edhe në fund nuk kam nevojë me llogarit shumë, edhe tash na i mundson edhe Exceli që këto mos mundohemi shumë po. Është një sukses i madh kur e shohim se karikaturist dhe artist gjithë botës mbledhen në Kosovë për t'i parë sukseset e tyre dhe punimet e tyre. Por tregon pak se si ju bën të ndiheni kur karikaturistët e botës merren me punimin e Fadil Vokrit. Kjo më ka bërë përshtypje shumë, për arsye se Fadil Vokri, kur ka luajtur futboll, në vitet e 80 për shembull dhe më herët, ka njerëz këtu në Kosovë që shpesh nuk e njohin shumë figurën e Fadil Vokrit, edhe jam interesuar në internet, ka pak fotografi edhe shumica që i kanë bërë këto karikatura, këto portrete i kanë bërë të bazuar në fotografi. Disa prej tyre edhe nuk janë të qelluara, mirë po më ka gëzuar fakti që nga vendet që nuk e kanë njohur as Kosovën kur se kanë pa as kanë dëgjuar për emrin e Kosovës, janë marrë me emrin e Fadil Vokrit, edhe për shembull e përmend ata që këtu gati 200 portrete, për 200 portrete nëse 50 bëhen të mira, është sukses i madh, edhe përmes Fadil Vokrit njerëz tash e kanë njohur edhe Kosovën më shumë, vendet që nuk kanë pas informata. Mirë po pjesëmarrja e karikaturistëve kosovar më ka befasu që është tepër e vogël edhe nuk janë marrë shumë me portretin e Fadilit, që kjo ndoshta është për kritik, po na mësojnë tjerë se si duhet ta dojmë na, ta dojmë njerëzit tanë, edhe domethënë të publikojmë ata që kanë dhënë kontribut për sportin e Kosovës, por jo vetëm për sportin, sepse futbolli është gati si karikatura, nuk është vetëm lojë, po është shumë më tepër se kaq. Për shembull, përmes futbollit njihet kultura e një vendi, njihen njerëzit e një vendi, edhe krijohen lidhje të ndryshme që ato nuk shputën kurrë. Për shembull, mua më kanë habit se Fadili ka luajtur edhe në Turqi edhe në vende tjera, kishin pas njoft njerëz atje dhe kanë dërguar karikatura me fanellat të ekipeve që kanë luajtur jashtë e Kutadion, e më pak të Prishtinës, po kjo nuk ka as pak rëndësi. E rëndësishme është emri i Fadilit, i futbollit Kosovës, që këtë vit Kosova e arriti këtë sukses kaq të madh, edhe pse nuk u kualifiku për botror, unë besoj që kjo është një sukses i jashtëzakonshëm i ekipit Kosovës. Ndoshta është njëra ndër gjërat më të rëndësishme, njëra ndër figurat më të rëndësishme që ju ka bashkangjit festivalit të karikaturës këtë vit, edhe ndoshta pikërisht ata që e njohin Fadil Vokrin edhe nga vendet të ndryshme të botës, ju ka tërhekur kjo arsyeja pse vetëm Fadil Vokri është pjesa kryesore e festivalit. Por tregon pak se çfarë kriterësh do të ketë juria në përzgjedhjen e fituesve. Këtë vit unë nuk jam antar i jurisë, kam vendosur të mos jem, mirë po çdo herë ne kemi pas 4 antarë të jurisë nga shtetet tjera, vetëm 1 nga Kosova. Këtë vit janë 2 nga Kosova, mirë po emrat e antarëve të jurisë nuk i kam publikuar qëllimisht, as nuk do t'i publikoj derisa ata ta kryejnë punën e vet, që të mos ketë ndërhyrje nga jashtë, mos ketë presione të shkruajnë. Unë kam një punim aty, unë kam 2 punime aty, dhe më thonë, këta janë të lirë me vendos vetë. Një është nga Azia, një është nga Evropa, një është nga Afrika, edhe 2 janë nga Kosova, dhe më thonë, gjithsejt janë 5. Na si ekip do të punojmë njëherë përzgjedhjen ta bëjmë hapa, ndërsa juria nuk ka më morë me 1300-400 karikatura, se janë shumë. Mirë po jurisë ndërkombëtare kemi dërguar një numër më të vogël
që ka mu përzgjedh nga disa artistë tjerë, edhe ata kanë më morë me një numër më të vogël të karikaturave dhe besoj që dhe të morin vendimin më të mirë të më shumë. Por të regëm për këta pjesëmarrës që marrin pjesë, cilat janë ato kritere që i pranën i punimet e tyre? Në temën e parë kërkohet formati A4, kërkohet dhe më thonë tjetë shkanuar me 300 dpi minimum. Për temën një u kuptu që është për Fadil Vokrin, mund të dërgojnë 1 deri në 5 punime. Tema e dytë është e lirë, edhe aty 1 deri në 5 punime, mirë për në kosht që pa tjetër të dërgojnë të 2 temat, se kjo është defekt që e damton edhe festivalin edhe damton edhe karikaturën. Më thonë, ne kemi nevoj që të kemi sa ma shumë karikatura që të përzgjedha tjetë sa ma e mirë, edhe të kanë njerëz të shkatshojnë, sepse tash aq shumë është eduku mosa estetikisht, sa nuk do me po gjithçka. Por, kur jemi të tema e Fadil Vokrit, a ka qenë e vështirë me përzgjedh temën kryesore? Jo, në si të përfundojmë festivalin si vitit që kemi, me njerë fillojmë të mendojmë për temën për vitin tjetër, edhe çdo herë kemi 5-6 tema rezervë. Bile herave tjera kemi bisedu edhe kemi publiku temat, mirë po e kemi po që është gabim, se 2 vite më herët i kemi publiku 6 tema, edhe ajo që ka fitu mas shumë ti përkrohje që tjetë temë për ne, e ka morë dikush tjetër. Veç kërë pomë që publikun para neve, kështu që temat ne nuk do t'i publikojmë propozimet, por ato do t'i mojmë mrena se për në sjellin damë. Por të regëm pak se çfarë mund të pres publiku nga këto ekspozita që do mbahen në shtator? Më të thonë drejten, ne çdo herë ekspozitat i kemi bon edhe si instalacion. Çdo ekspozit ka qenë instalacion vete, edhe asë njëherë publiku nuk e ka pot njëjtën gjanë. Dhe me thonë, çdo herë ka pot diçka tjetër, sepse edhe kuratorët i kemi ndrru, sepse sa do i zotë tjetë një kurator, a i shterët dikur edhe në ko ide se si duhet të bëhet ekspozita. Kështu që besoj që kanë shkatëshohin, edhe do tjetë mirë, do të ketë edhe shpërblime. Janë për temën një, janë shpërblime monetare, edhe janë që do t'ju jipen hithi i artë e ka vlerën 500 euro, hithi i argjent e ka vlerën 300, edhe hithi i bronzë 200 euro, edhe do t'ju jipet si cilët nga një trofej, kamarjeri i Ferizaj që është i njohur, i cili është simbol i mikpritjes, edhe lidhet edhe me mikpritjen shqiptare, mirë po kjo është posaçme për Ferizajn, sepse para se më ndërtuhe Kurudha, që e ka bon Ferizajn qytet në vitin 1873 ka ndodhur kjo, para Hekurudhës Feriz Shashivari e ka ndërtu hanin e vetë që ju ka shërby njerëzve, edhe ky trofeu i kamarierit lidhet shumë edhe me historikun e Ferizajt, dhe më thoni morën këta 3, ndërsa për temën 2 morën vetëm trofej edhe mirënjohje. Mirë po janë edhe 2 çmime tjera, është çmimi Therë Murrizi, për ndër të karikaturistit Ramazan Zapluza, i cili ka bashkëpunu shumë me ne, është në vlerë 300 euro, këto nuk e ndonë juria, këto e ndonë shoqata Hithi, për ata njerëz të cilët, për atë njeri i cili ka dhonë kontributit më të madh për shoqatën Hithi për këtë vetë. Edhe është një shpërblim tjetër, është çmimi Lulieta Goranci, i jepet një karikaturistës femër, për arsye se ajo ishte vetmja karikaturiste femër në Kosovë, e cila u ndonë nga jeta vitin që shkoi, edhe për ndërë saj ne do të ndojmë për çdo vit çmimin Lulieta Goranci, që e ka një fletë me 4 gjethe, që zakonisht ajo i ka 3 gjethe, po kur i ka 4 llogaritet me fat, edhe kështu do ta bojmë për çdo vit. Janë edhe 10 çmime speciale, cilat janë vetëm diploma, 5 janë për temën e
parë, 5 janë për temën e dytë. Për këtë vit, çdo vit e kemi edhe nga një mysafir. Ajo është jashtë konkurrencës, vjen domthonë ekspozon karikatura. Kemi pas përpara të ndryshme, kemi pas Bujar Kapexhiun nga Tirana, karikaturistin e njohur. Vitin e kaluar kemi pas Mentor Berishën, i cili është piktor dhe karikaturist. Këtë vit do ta kemi karikaturistin kroat Damir Novak, i cili humbi jetën tragjikisht vitin që shkoi. Ai ishte një bashkëpunëtor shumë i afërt me ne, na ka vizituar disa herë, edhe kemi vizituar në Kroaci. Dhe post mortem si vjetaj do të ekspozoj 15 karikatura në Galerinë e Orteve në Ferizaj. Vlen me përmend, jam shumë i lumtur që këtë vit merr pjesë edhe Nevruz Musa. Nevruz Musa është karikaturisti më i vjetër për në Kosovë di, po ndoshta është edhe në rajon, i cili qysh në vitet e 60-të shekullit kaluar ka marrë pjesë në për ekspozita në jashtë Kosovës, ka vizatuar edhe për rilindjen, ka marrë pjesë në Kanadë, është njeri i cili ka kryer shkollën e filmit të vizatuar në Zagreb, po fatkeqësisht të na edhe sot është problem kodri i tillë me gjithë punë, mirë po ajo është një ekzemplar i veçantë që një kohë gjatë nuk ka qenë aktiv e këtë vit do të prezentohet në Festivalin e Karikaturës në Ferizaj. E të gjitha ato çmime që i përmende, jo vetëm që janë çmime, po janë çmime të rëndësishme me emra të rëndësishëm dhe të njohur, të cilat të bëjnë me mundi mirë përveç se ai që e merr atë çmim, por edhe për neve që i shohim që janë pjesë e festivalit tuaj dhe gjithashtu edhe mysafirt që janë pjesë të këtij festivali. Po tregona pak për të rinjët, se ajo është rritur interesimi për me marrë pjesë dhe për me qenë karikaturist në këtë kohë? Me të thonë të drejten, ne kemi pas një projekt me qeverinë japoneze që jemi marrë me fëmijët. Me 18 shkolla kemi punu me fëmijë, edhe kemi shku në gjitha shkollat që janë jashtë qytetit, sepse gjitha shoqatat kanë dëshirë me kry punën mbrana qytetit, mos më shëtit shumë anë kënej. Ne kemi shku në përfshatrat më të larta, edhe kemi po një interesim të jashtëzakonshëm. Mirë po fatkeqësia është që ne nuk mund të vazhdojmë kontinuitet më morë. Në qoftë se me një punë nuk mirësh në mënyrë kontinuale, suksesi mungon, edhe jem një shumë keq kur e kom po gjithat vullnet, edhe ata kanë presin prej neve shumë, na nuk jemi ata që mujmë me punu në kontinuitet, se me punu me fëmijë është problem, do të me i morë, do të me i ushqy, do të me i kthy atje ku i ke morë, është një punë që kërkon edhe shpenzimit shumëta, mirë po me gjithate, është edhe një problem tjetër, disa emra që i kom shënu unë për me i thirë, edhe me i angazhu, shumica kanë emigru jashtë, edhe kjo është ajo më e keqe që po në ndodhë. Problemi aktual, ndoshta në të gjitha sferat. Me disa po mundu me mojtë lidhje, je këmë thonë që të vazhdojnë edhe atje ku shkojnë, mirë po atje kanë tjera halë, tjera probleme, edhe shumica nuk dalin si përfaqe. Kjo është dam i madh. Karikatura të na nuk është në atë nivelin që duhet jetë. Edhe bashkëpunimi nuk është i mirë. 3 shoqata ekzistojnë në Kosovë, edhe nuk e kemi ndonjë bashkëpunim të mirëfillt, po jemi krejt gati, jemi të ngjohë edhe politikës ditore, që çdo herë kam menuar që artistët janë të nivelit më të lartë, po për ditë po bindem që edhe ne jemi në njëjta kategori. Kur e përmende aktivitetet me fëmijë, ne kemi qenë edhe prezente gjatë një aktiviteti ku e keni organizu bashkë me organizatën Hithi, edhe po që kemi pa talentet të ndryshme të fëmijëve, por është pak për të ardhur keq për mënyrën se si ata nuk po mund me depërtu në këtë pjesë të karikaturës. Po shpresojmë që në vazhdimsi përmes këtyre festivaleve, këtyre aktiviteteve që zhvillohen të kenë edhe ata hapësirë për me pa më shumë dhe për me punu më shumë në këtë. Gjatë kontaktit që kam pas me nxënës, me drejtorët shkollave, me arsimtarët e artit, kam bisedu që sa do këtë se nuk e kanë program karikaturën, mirë po
karikaturës edhe poezisë do të mi kushtu rëndësi, edhe gjuhëtarët poezisë edhe arsimtarët e artit karikaturës, sepse karikatura është një art i veçantë që thuhet shumë për mesoj, se karikatura ka edhe shumë filozofi për mrena. Ndoshta shumë ma tepër do të me mendu deri sa të bëjsh konceptin se si të bëhet një karikaturë, se sa që e banë karikaturën. Mirë po, këto karikatura që vinë të ne, këto të gjitha në fund të vitit i bëtoj në një libër edhe i ruj për shoqatën. Kjo është një pasuri që për mua shumë e rëndësishme. Sot nuk e kemi temë diskutimit revistën, por ne kemi dhe një revistë që nxjerrëm revista Hithi Qesh, ku kohë mas kohë një retrospektive i paraqes vitet e kalume karikaturistët cilët nuk kanë arrit me dalë në ekspozit, sepse ka pas rast kur kemi pas edhe mbi 2000 karikatura, ndërsa aty kemi ekspozuar 120. Dhe me thonë, na njëkohësisht kemi pas mundësi mi bon 2-3 ekspozita. Mirë po, kjo po na shkakton edhe lodhje, edhe stres, se vitin që shkoj kemi pas ekspozitën qendrore në Ferizaj, mirë po kemi pas edhe në Hanën e Elezit, edhe në Shtime, për arsye se ne po koncentrohemi vetëm në për qytetet mëdha, për shembull në Prishtinë, në Ferizaj, në Gjakov, kemi pas edhe në Gjakov, kemi pas në Pej, mirë po në qytetet vogla, jo, edhe u gëzova shumë kur i dëgjova kur thanë hera e parë që na po shumë karikatura, dhe më thonë, kjo është diçka e jashtëzakonshme, më kujto vetja kur e kam pas po një ekspozit në Prishtinë, në vitet e 70-ta, arsha disa herë me vizitu, dhe më thonë, marrë ke shumë interesant që ne mësu me po ekspozitat pikturës, amo të karikaturës, jo. Edhe fatkeqësisht po vizituan pak, koha e ekspozimit po është e shkurt, mirë po arsimtarët të cilët janë të interesuar, që po i binë nxënës aty, ajo po më pëlqen, për arsye se ata edhe po diskutojnë për karikaturën, edhe interesant shumica i kuptojnë ata. Zotëri Imre, jemi pak tani drejt fundit, por edhe për fund të regona se kur do të mbohet festivali dhe sa kohë do të jetë i hapur festivali për të gjitha ata që dëshirojnë të marrin pjesë. Festivali çdo herë është mbajt me 23 shtator. Mirë po këtë vit na ka dalë një problem me organizimin për arsye se epopeja e Jezercit, që është e njohur, ka më bon për shkak të epopes Jezercit një koloni artistike, ajo datë është 28 shtator, kështu që na nuk mund të hapim ekspozitën me 23, se do të me hjek shpejt, e gjithat punë që e bojmë për 4-5 ditë, është më katë me hjek, kështu që do të shtym pak, mirë po besoj që do të vizitohet mirë, se të na e kemi kohën, kemi një interval më të gjatë kohor, që do t'jetë e hapur ekspozita, që në këtë moment nuk jam gjendje të thamë datën e saktë, edhe pse kam në sjellë shumë problem se ne kemi punë me shumë njerëz në përbot, i kemi më shumë se 400 adresa që i kemi qu këtë informat, edhe tash do të me ndryshu, po nuk e kemi ndryshu ende, se ende nuk e kemi vendosur datën e saktë, por do t'jetë me njerë në fillim të tetorit. Dikun mas datës 8 tetor. Por të gjitha ata që dëshirojnë me marrë pjesë, munden edhe në rrjetet sociale me u informu, gjithashtu dhe me pas se kur do të filloj festivali. Faleminderit shumë Zotëri Imre për të gjitha këto informacione dhe që ishit këtu me neve sot në studio. Faleminderit juve për hapësirën që na jepni. Ata që nuk mund të shohin ekspozitën, mund të vizitojnë faqen në Facebook, faqen Hithi, ku aty përveç karikaturave që janë, do t'jetë edhe, do t'ketë fotografi nga hapja, do t'jetë video nga hapja, do t'ketë shumë shka aty, edhe besoj që do t'jenë të kënaqur, sepse vërtet emri i Fadil Vukrit në banë krenar gjithë neve, edhe besoj që do t'jemi krenar për herë me te, sepse roli i tij është i pa kontestueshëm, jo vetëm për futbollin e Kosovës, por edhe për Kosovën në përgjithësi. E vërtet dhe pa dyshim për këtë që tha. Faleminderit shumë edhe një herë, kënaqësi. Faleminderit juve.